ore ka pas marrëdhënie të ngushtë me administratën Biden, aq të fuqishme Rama, se nuk e çan dot askush. Çfarë i bëhet ti? Okej, a e mbarova? Si? Unë e mbaroj, pra du ta them, sikur një lider i ri që të kishte qenë në 2021-shin, në 2025-ën, nuk mund ta çmondonte Ramën nga pushteti sepse të gjithë mekanizmat që të përdor Rama për të vajtur pushtet do t'ja njihnin ata në SBA. Ta dish këtë gjë. Okej. Në rregull, kurse sot ka ndryshuar. Sot i thon Sali Berishës, duhet të reflektosh që ne t'japim shansin. A do ta bëj këtë nuk e di, u e lë fjalën juve. Tani ka një problem që unë nuk pajtohem me ty. Ti e nis dhe mbyll gjithë historinë e PD-s dhe të opozitës tek një emër. Ti thua, është njeriu kyç morbur. Mi më le ta flas unë tani. Dil bëj parti dhe merri demokratë pas vetes, të dalin Gazbardi, nuk e bëj dot morbur. Po dëgjojmë, dakord, unë kam gabim. Po më dëgjoj. Që gabim unë thotë, duke nisur statistikat çka kemi parë. Po mi më dakord, ti po thua. Sot Lulzim Basha njeriu më investor i George Sorosit është Ore, a ka plazh në diell morbur i dhe. Po mi më dakord. Sot Engelet Alibeaj nuk di ku është morbur. Ja pra këta janë elementet. Kishin ambasadën amerikane mbrapa, ku janë mo? Kur të marrosh më thuaj. Fondacioni Soros mo kishte partinë mo. Ku është sot? Një mandat mo ka toma 3 mandate. Ja më ku e ke, ka 70 milionë euro pasuri mo deklaruar ai robi. Ku është sot Agron Sheaj? Po do ta pranojmë pra, sot shqiptarët votojnë PD, PS. Çdo kush tjetër që mendon që i zvendëson këto e ka gabim. Okej. Tani unë nuk e kam perceptimin se kë votojnë PD apo PS, se kjo këtë e dinë. Këtu në Shqipëri të gjithë votojnë me të fortin. Ose kush është pak më i fortë se ai forti. Në rregull? Ore votojnë partitë tradicionale. Po pra dëgjoj, votojnë partitë e reja. Ore, çka ke sot më burr? Dakor, të dëgjoj. Okej. Po problemin unë e kam se ti e lidh vetëm me një emër. Dhe unë që ta shpërblej gjithë këtë narrativën tënde e kam shumë thjesht. Kjo PD-ja, që është forcë kryesore në opozitë dhe qeverisë deri diku, në 2021-shin me atë Lulin Gjumash mori 622.000 votë. Me Sali Berishën brenda. Prit tani, mos më le tani. Me ekipin, me njerëz të Sali Berishën. O do pranojmë. Përmende këtë gjë, thuaje. Ore, ose do pranojmë. Jo, mori Luli me Partinë Demokratike, se Luli çfarë mori e pamë. Po përmende faktin. Unë nuk e përmenda që do ti mo. Po do ta pranojmë. Mori Luli. Mori Luli se punove ti. Po, tani se do të them në fjalë gëndon që edhe nuk të shkon për shtatë burr tani. Çe ke këtë muhabet koto burr tani. Se ma ke bërë Saliu domethënë që edhe të ngrihen dhe të zgjohen me të. Është realitet politik i pashmangshëm. Po le të jetë mo. Unë po them po iku ai këtu fitohet. Ti vazhdo rri me të o burr tani. Pa ndihmën e ti nuk fitohet. Vazhdo, aty rri. Në rregull. Aty rri më burr. Vazhdo. Ku të ngacmoj fare më. Më jep kundër argumenti si fitohet. Që di me ty dhe unë. Po më le, do ta jap argumentin. Po më le, po mos bëj grinjar kot tani. Ma bet kot tani. Të thash edhe një tjetër. Në 2021-shin PD-ja, kjo sigla vula e PD-s që është shumë e rëndësishme. Se po të mos ishte kaq e rëndësishme atëherë, këta eksponentët e tjerë nuk do kishin dalë fiasko. Po vula e PD-s nuk është robi. Se ti këtë ke problem. Ti e lidh PD-n me Sali Berishën. Dhe po e lidhe kështu pastaj këtu mbyllet debati. Por mua i gabim, po prap nuk po të kundërshtoj. Po, vazhdo ta mbaroj. Okej, po vazhdo avokat. Ka kuptim më burr tani. Vazhdo. Unë nuk do të çirrem më vëlla, unë do të bëj analizë. Po vazhdo. Tani unë fakti është ky. Kjo PD e drejtuar nga zoti Lulzim Basha me kryetar që thoshte de jure që unë nuk ngatrohem punë të partisë, unë nuk bëj listën, se u kam dhënë dorëheqjen në 2013-ën, për këtë PD po flasim, mori 622.000 vota në 2021-shin. Kjo PD e Lulit. Pa nuk që ka e keqe. Pa mos kishte pas Lulin një gjymash, po të kishte pas Ali Mehmetin, apo ose Ervin Salianin, që e konsideroj si njëri shumë organizativ, në raport me punën që bën organizative, mund të kishte shkuar edhe 700.000 vota. Pra nuk panohet dashka kaq shumë Sali Berisha pra. Nuk që ka kjo rrëfenja që duam t'i mbushim mendjen shqiptarëve dhe militantëve që pa Berishën vdes dy robi. Duhet Berisha se pik. Më kujton akoma 1985 unë kur isha i vogël fare që fillonin prindit duke qarë se vdiq Enver Hoxha, thamë bo sot na gjej tani na erdhin tha Jugoslavët dhe rusët këtu. Si do ja bosh avokat? Po dëgjoje pra. Po okej. Po dëgjoje, po ta them në një tjetër. Si fitohet. Nga që po më thot njëjtën gjë prandaj po. Po s'po them njëjtën gjë, po histori unë kam 2 vjet që dëgjoj, jo nga ty nga të gjithë. Ose si fitohet pas Sali Berishës. Ma thuaj pra. Pas Sali Berishës fitohet më kollaj. Si pra? Po pra unë ta dëgjoj tani. Shkon partia në zgjedhje dhe pa ndikimin fare të Sali Berishës. Se po i futi dorë Sali Berisha aty prap mbaron historia. Që do të thotë, nuk mund të heqësh ti një lul e të vendosësh një lul tjetër. Pra të heqësh lulin dhe vesh flamurin. Po arritën në këtë pikë, në nga 500.000 në 100.000 shkon ajo parti.
Qose do me ky skenar që presupozohet se mund të shkojë në maj të 2026-s. Pse në maj? Sepse në maj të 2026-s Sali Berisha i mbaron mandati si kryetar. Në qoftë se ai do filloj dhe do i bëj një check-up truritia dhe thotë mjaftu mora me këtë punë, do ta le, po do ta le vërtet, kjo parti në 2027 fiton diçka. E di çfarë duke thënë, ti ku e thënë që unë mund të fitoj gjyqin pa pranimin tënd si avokat. Ore, njerëz struktural, njerëz 30 vjet të angazhuar në Partinë Demokratike, i ka Sali Berisha zotëri, nuk i ka Luli. Se po ti kishte Luli, duhet të kuptosh këtë fakt. Unë kuptoj që partia ka nevojë për reformim, edhe reformim të qartë që ndihmonte edhe i shërben kësaj gjë që thua ti. Por pa shmangur, se shmang këtë njeri dhe njerëzit që besojnë këtë njeri, sepse në fund fare Sali Berisha është në këtë vend, po është e tepruar kjo që do ta them tani, është fe. Është sekt. Është sekt. Nëse ti këtë njeri e anashkalon, nuk mundet të kesh rezultat. Pse? U ishte Luli në 2023-shin. Si doli? Okej, vazhdo. Si doli Luli në zgjedhje pjesë me 2022-shin? Pas Sali Berisha pra ishte, e kishte vulën ai. Por si dolën, më vjen keq. Pra nëse ti rrezon argumente po t'ja prova që pas Sali Berishën dhe pa negociuar me të, un jam dakord, po, ti kërkohet Sali Berishës një largim i cili do të ishte vërtet largim, pra. Por pa njerëz të Sali Berishës dhe mbështetësit e tij, unë mendoj që Partia Demokratike nuk funksionon dot dhe nuk bëhet një forcë, një trup fituese. Se është provuar dhe mund ta provojë çdo kush sot. A ta mbyll sekond sa ai të fu Sokolin, po. O Sokol më bëj hallat lutem një sekond. Unë po dëgjoj me shumë vëmendje, kam një bindjen, unë kam bindje të arsyetuar me thonë me trorin tim, për Elmerin mund të jetë totalisht ndryshe. Unë jam i bindur se leadershipi sot i Partisë Demokratike, i cili nga peng që i thoshte Lul Bravo, është kthyer në peng marrës, dhe kur them e kam fjalën për Flamur Nokën, për Albana Vokshin, për Edi Palogën, për këta njerëz për të cilët Almeri thotë që pa këta ne vdesim mbaroj. Po më lërë më ta mbaroj një sekond më bëj. Çdo kush tjetër është i zvendësueshëm. Unë të thash leadershipi, se këta janë leadershipi. Këta janë ata që i çulisin çdo ditë, ta dëgjojmë dhe Kolin. Po më ma letë më një fjali e burtani. Mbaroj avokat, po. Se s'ka kuptim kjo histori e burtani. Unë sa filloj bëj një gjë të mazoni. Ore mirë, fitojmë, e di si është puna PD-ja me Sali Berishën fiton. Nga 500.000 vota në 2027 do shkojë 300.000. Si do e bësh? Ore, e kuptoni njerëz edhe njerëz që s'ka njerëz që votojnë me Sali Berishën, ju vazhdoni bini çanta. Ore, nuk ka. Nuk ka. Po ku do i gjejnë 500.000 vota? O zotri, në 11 maj Partia Demokratike ka minus 240.000 vota. Po. Minus. Po. Pa Berishën do ketë minus 500 tjerë. Po ku e di ti këtë mo? Ty të ka thënë pa Berishën, ty të ka historia të ka treguar që ke marrë 622. Ore më fal, një pyetje ka Monar. A është kështu Monar, do të bëj një pyetje drejt për drejt. Avokat. Të lutem, prezant Monar, ja ti bëj unë një pyetje. Bëjmë debatin këtu. Pyetje unë. Ta bëjmë. Po jam jo. Më mirë ta tek kështu. Bëjmë debatin me mua. Berisha ishte në 2017 brenda PD-s. Berisha ishte në 2021 brenda PD-s. Ai ishte kështu më zotrin nderuar? Po. Tani po të them, Basha paska që o ka qenë burr i mirë, edhe aq ka ditë dhe aq ka bër, po ka marrë 622.000 vota. E analizove këtë. Po, vetë të bëj unë Berisha doli këto 53 vota që mori PD-ja në 11 maj. I ka PD-ja apo Sali Berisha? I ka PD-ja. Atëherë, pse nuk i mori PD-ja kur ishte Luli kryetar me Enkeleti? Mori 622. Ora kur ishte Luli me Enkeleti kryetar, mos merr për bazë, mos merr për bazë 6 bashkimor. Ti po merr për bazë 6 bashki. Tani më pse si morën tani pas Sali Berisha? Pra. Si? S'kishin PD-n. Ore, duhet kuptosh që njerëzit ka imër zotri, sepse pa me vulën e Dirmetës. Kjo histori njerëzit kanë. Çfarë më njerëzit kopej që shkojnë te Berisha? E duan, pranoj, e duan. Ti e do, vetëm ti e do. Ti. E duan njerëzit. Mos sapo të. Ata Krishtik Sollak këtu. Ore Edi. Edhe një më bën pyetje ndryshe. Më thua ma 500.000 njerëz votuan PD. Po prit pra, më thua votuan PD-n apo Berishën? Unë thash votuan PD-n. Berishën them, sepse po mi vazhdo atë marrën debati këtu. Se dëgjojmë dhe Kolin sepse kemi marrën debati. Votuan Berishën. Marrën debati këtu. 2025 votuan Berishën. Vazhdo në rregull. Pas sigël ja dhan A di se puna ta gëzojnë dhe ta mbajnë Berishën se për vend të dytë është e sigurt mo. Mirë. Po s'ka zgjidhje. Kjo është pyetje. Për vend të dytë ka zgjidhje me muhabetin, le ta mbajë. Almera, nuk ka përgjegjësi jo. Nuk do sepse do të jap kohë tani kjo fabule. Okej, Sokol, se do e kthehemi këtu. Diskutimi në këtë pikë duke dëgjuar është fakti që është e vërtet që një PD me Sali Berishën
nuk mund vinë në pushtet sipas asaj ose të paktën derisa tiqet në ngrata nga amerikanë. Ja ju hoq. Dhe kjo është. Po fryn erë e re, asaj, nuk fryn një erë e re dhe vetë Sali Berisha do bënte përçapje më ndryshe. Ose pashi këtë radhë. Pra në ngrata është përcaktuese Sokol. Le ta mbaroj Sokolin. Le ta djem Sokolin se po. Le las fare thas. Tani po dhe pas Sali Berishën, Partia Demokratike nuk mund të vinë në pushtet. Hiftarët e Sali Berishës janë më shumë se ata të Edi Ramës. Por nuk janë aq sa të bëjmë 50% për të ardhur në pushtet. Tani duhet pranojmë një gjë. Partia Demokratike është shtëpia e Sali Berishës dhe ke shtëpia e tij nuk mund të bëj kurkush të zotin. Të gjithë provojnë. Nga Genc Polo deri tek i fundit kanë provuar me tërheq. Të djathtë më janë. Pse nuk shkojnë? Ja më këtu ishin tani shqiptarët janë të mërzitur me këtë. Kshu ishin se bën ai, si thot ai nga Vlora, fitore madhe historike. Çfarë mori ai, ka marrë Genc Polo me dur në xhep 7. Se mori vota djathtësh. 7, jo 2 siç mori ai. E ku në 2001-shin, që numëroi kudo me kallash. Genc Polo pa ekzistencë fare, u bë poli i tretë në çau sistemin. Sot ai fitore, çfarë fitore? Mori sa vota djathtë, ata që nuk ishin dëshirë të votonin Sali Berishën, votuan Agronshen, e kujton se po të rri 400 vjet në opozit, maksimumi që mund të shkoj me gjithë ato financimet e veta do shkoj 4. Pra Sali Berisha u fut në këto zgjedhje për të qenë opozita e këtij vendi. Nuk u fut për të fituar. Dhe ne këtë e dim fare mirë. Pse u fut në mënyrë të tillë, ne nuk e dim. Tani ai ka krijuar një alibi. Dhe atë të por Sali Berisha që njohun do kërkonte dhe do pranonte të gjitha forcat e tjera jashtë Partisë Demokratike për të bashkuar atje, sepse ai kupton fare mirë një gjë. Fundja fundit, për çfarë ishte ky grupimi i Ali Bejt? Edhe ky i Bashës. Njerëzit që nuk kanë marrë pushtet nga Sali Berisha shkuan te këto parti apo jo. Përveç Angelet Ali Bejt që mund të dyshojë që vërtet e ka konceptuale me Sali Berishën, të gjithë të tjerët nga i pari deri tek i fundit, lista sidomos e Lulzim Bashës ishin ata që nuk kanë marrë kur pushtet nga Sali Berisha dhe të pakënaqurit e tij. Dhe u futën në këto lista. I thërriste edhe këta, pse për çfarë janë këta partitë e vogla të tjera? Njëri do me u bë ministër financash, jam i këtë ministri. Që do të tregoj kabinetin e parë qeveritar të Sali Berishës në 2005, kur donte me ardhur në pushtet. Për 5 mandate që kishte Partia Demokristjane, i dha Ministrinë e Shëndetësisë. Bëri Nartëndogën ministër shëndetësie. Mirë po, historikisht, Shqipëria ka njohur për një batutaxhi në pjesën e vet. E bëri ministër shëndetësie për ato vota. Ferdinand Xhaferin dhe Genc Pollon për atë partinë e tyre të vogël. I bëri të 2 ministra në kabinetin e tij qeveritar. Arsim dhe kulturë. Jemi okay? Lufter Gjuvelit, që e mori, i dha një ministri. E gjithë me radhë. Dhe mbajti një kabinet shumë të vogël me njerëzit e tij besnik, të cilët vërtet ishin adaptet. Fatmir Mediut i dha ministrinë e mbrojtjes. Edhe ai Partia Republikane ishte. Për të qenë brenda. Spiro Kserës i dha ministrinë e çështjeve sociale, çfarë ishte se kishte futur dhe Partinë e Drejtave të Njerëzit në pra shpërndau, kishte 8 vjet part në qeveri, shpërndau 7% të qeverisë me premtim elektoral, vetëm të vinte në pushtet. Mori të gjithë kundërshtarët e tij. Po Arben Imami thoshte do marr tangun të vras. Dhe ai për hir për të fituar zgjedhjet e pranon dhe e fut në kabinetin e tij. Ministër më vonë. Dhe ministër. Ai mori çdo njeri, bashkoi çdo njeri që ishte kundërshtar i tij politik. Ai sa thoshin të gjithë, siç e ktheu, të gjithë bashk për të rrëzuar Fatostanën. Se bëri këtë herë Sokol? Nuk e bëri pra. Po në atë kohë, nuk do pranonte Sali Berisha në koalicion? Adriatik Llapajnë se gjojana që ka me Sorosin? Po Berisha pranoi në koalicion Erion Veliajn, me atë e rrëzoi Fatostanën. Pse e kemi harruar? Bënde mitingje me Erion Veliajn përpara kryeministrisë në çdo moment?
Pra ky është realiteti. Ishte me Erion Velihen, i cili ishte në krah të Berishës për të rrëzuar Fatosnanën. Dhe një nga arsyet që Erion Velihen nuk e donin kur në Partinë Socialiste, ishte fakti i rreshtimit me Sali Berishën në 2005 për të rrëzuar qeverinë e Fatosnanës. Dhe këtë ja përmendin gjithë ato herë. Sepse vetë ai shkoi në Partinë Socialiste. A është kështu diskutimi edhe? Po. Nëse donte të vinte, nuk donte të vinte në pushtet. Tani do të krijojë një alibi. Kjo është për të krijuar, thua. Shiko, nuk them që nuk u blen ndonjë vot. Nuk them që nuk punoi administrata. Nuk them që ishin zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse kishte ndërhyrje pafund. Por ama të fitosh vetëm atje ku kontrollon bashkinë, ato 4-5 bashki që kontrollon Partia Demokratike. Si fiton vetëm një bashki? Kavajen, edhe në këto zgjedhje. Se atë kontrollon. Shqipëria përfundimisht është një vend që nuk voton më për bindje politike, ka shumë pak vota të lira për bindje politike, ka bindje vetëm të tillë. Unë duhet maj vendin e punës, unë duhet futem punë. Midis këtyre dy kampeve. Dhe nuk e mendoj që Ali Mehmeti mund të fitonte kaq shumë vota apo të dilte vetëm. Jo, por e mendoj që brenda kampit Partisë Demokratike kishte pak kënaqësi për një listë masakër që Sali Berisha i dha publikut. Një listë me humës me 4 mandate rresht, po me humbje galopante në zonat që mbulojnë. Dhe ai sërish humësit i sjell për të drejtuar dhe për të marrë një humbje akoma dhe më të thellë. E në Boston me kompani. Do më thënë, unë kuptoj një gjë, që të futesh fushat elektorale, çon dikën me mentalitet fituesi apo jo? Ai mblodhi gjithë humësit dhe i dërgoi. Po, ky është Berisha, pra. Na duhet pra Berisha si pas donte me hum, nuk thash unë na duhet Berisha. Unë thash. Jo, si pas anetas, na duhet Berisha se ndryshe vdesim. Marrojmë aty. Po si. Dhe në këtë lloj forme. Por partia është e tij. Të vazhdojmë, dakord. Ai është SPK ajo më. Me aksionin 100% Berishës. Jo, po ai ka shumë iftar, SPK nuk. Ajo SPK, po ki vazhdon akoma. SPK me 100% aksionet Berishës, o zotëri. Harroje. Nuk po merrem me histori. Por dëgjoj, ta bëjmë një analizë shumë thjesht fare. Nuk po merremi me Tropojën, me Sarandën, me Vlorën, me Fieri, me Elbasanin, ku ka banda, Shkodra, Durrësi, ka banda. Atë merremi me Tiranën. Pse them të merremi me Tiranën? Sepse gjithë ideja e njerëzve është domethënë që në Tiranë përgjithsisht ka më shumë intelektual. Pra, njerëzit që votuesi i Tiranës, votuesi i kryeqytetit, pa bërë në bullizëm për pjesën tjetër të Shqipërisë, se nuk është ky qasja ime, po duhet marr shembullin atipik, presupozohet se është një, le të themi, elektorat i cili nuk blihet dhe shitet aq kollaj. Dhe jo pa qëllim dhe partitë e vogla këtu e kishin synimi për të marrë mandate, e jo më në vendet e tjera. Tani pyetja ime është, ore si është e mundur në 11 bashki të kryeqytetit PD-ja nuk e fitoi një? Ore si nuk fitoi një kuti? Jo 11 në një kuti. Kjo kutia këtu, nga 3.500 e kusura, 5.000 sa kuti votimi ishin, ta kishte fitu, po të pak të mrena për mrena. Se i vodhën pra, po ka të kjo ishte... Po edhe në Tiranë? Se në Tiranë ne po flasim që nuk shitet dhe nuk blihet. Se u ta marrë të mirëqen ty që u vodhën në Elbasan, në Durrës edhe kudo. Tani, mos u ofendo edhe kryeqytetasit. Se nëse ty nuk të voton dhe kryeqyteti, shikoj problemet e vetja o zotëri. Se janë dakord më në Fier, Belinda me shok bëri atë që bëri 12-4. Jam dakord që ti çove prap një humës si sot Sokoli aty në Vlorë, Bujar Leskajn. Po ka 7 termën që shkon dhe humë, po ndrohet njërë më çon dikën, humi më thellë. Bujarin, po gjoj. Shkon, më dëgjoj me kujdes. Bujarin, Vangjel Dulen, nuk e di më se ç'a them. Vangjel Dulen, dhe e treta Ina Zhupa. Çoneno. Eno fiksimin e ka me 2 n. Ta marrë të lutem. Edhe disi si ka dalë ti PD-ja në pjesën në rrethin e Sarandës, e kam thënë Delvin, Finiq, Sarand, 15%. Kur ndonjëherë PD-ja në Sarand nuk ka pasur 15% votave. 15%. O zel në 5. E kupton në 5, po. E kupton se për çfarë po flasim.
Tani ti hidhesh përpjekje dhe thua jo më kanë vjedhur mua zgjedh. Dakord, më janë i ke të gjitha të justifikuar. Komisioni fakt mbledhës Mos u tall tani se jemi në emision serioz sinqerisht, do që dal fare tani futja kot. Do vi fakt. Jo po do vi marsianët dhe do i thon Berisha ti ke drejtë vëlla, ty ta han hakun gjithmonë burr. Të duket kaq. Po le tani mos u tallni, të bëhemi serioz me këtë histori burr. Ora do të kuptosh edhe një tjetër. Gjithë kjo historia të shkojnë në Bruksel, ta mbushi median për ditë, na vodhi, është për të mbajtur këta militantë të gjallë. Dhe këta akoma nuk e kuptojnë, domethënë që vetëm lugën kanë, se Po jo se militantët aty do jenë se s'kan politinë e burr. Tani ka edhe një problem tjetër që këta nuk e shikojnë. Ore Shqipëria evolon për ditë. Çfarë do të thotë domethënë që ka një brez njerëzish 30 vjeçare poshtë që nuk duan t'ia dinë fare më. Ore po vdesin edhe ata militantët që kanë qenë realisht të bindur që votonin për PD-n më zotëri, si 92-a 2005 ku di unë. Po mbaron po vjen një stres tjetër elektorati. Dhe ti nuk je fare si forcë politike tek këta njerëz. Pse? Sepse këta njerëz nuk përfaqësohen nga Muli, Albana, këto po them. Nga Flamuri, nga Albana. 20 vjeçar, ku bazohesh ti që ngre këtë argument? Ja ta shpjegoj. Sepse partitë e reja aty ishin, s'morën asgjë. Ta shpjegoj. Morën thërrime. Ti vazhdon akoma te partitë e reja aty të kanë ngel. Ku e bazohesh ti ky elektorati emancipuar shqiptar? Jo më zotëri, më jep argumente dhe qëndron mbi argument. Po ta jap argumentin si çdo, po propaganda. Argumenti bazuar në rezultatin që morën partitë e reja, pa një trend të ri, që rinia shqiptare po përfaqëson, pa kështu ndërtohet struktura. Problema e diversi si flasun tani, mos ja fut kot. Po jo mos po, unë po them që qëndro me argumente. Po jo argumente po qëndroj. Po të qëndroj që ti në listën e Tiranës zotëri nderuar kishe Flamurin, Albanën, atë 4-2 të LSI-s që të prodhuan vetëm 8000 vota. Unë e di që ato gabim, ti pranoj ato. Po pse thua që ka një brez të ri i cili nuk voton për të riti në listën e sigurt të Tiranës? Ka futet të riti? Ure, atë më tregon një, kush ishte i ri në Tiranë? Belindi ishte i ri. Po Belindi ka qenë 2014 aty. Është gabim ajo, mund ta pranoj që u gabua me listën e hapur dhe listën e mbyllur. Ai Flamur Noka që përmend ti, po të kishte qenë listë hapur, ai të bënte zbor zotëri. E di apo jo? Si të bënte zbor? Po di unë çfarë struktura ka ai, po e të merrte me 20 vota. Po atë doja unë. Si? Unë atë doja. Çaj të ditë lista hapur dhe ti jepte vota PD-s. Pse se bëre ti atë? Sepse nuk ka një gjë. Pse bëre më atë? Mbase Sali Berisha konceptoi formuar dhe unë nuk pajtohem. Unë nuk pajtohem. Vërtet, mbase ndjente rrezikun që ky njeri s'do ashtu, nuk do fitonte. Është konceptimi i Sali Berishës për të dhënë aty. Por ti thën, faleminderit që më qendroi besnik, unë po përgjigjem. Jo më Saliu ka të drejtë, po qendro ka të drejtë dhe rri aty sa kritikoj më shumë se ty. Ta dash argumentin, çfarë argumenti do të thotë? Argumenti që mua që të rinjt nuk votojnë këtë brez dhe ke gabim. Po ja pa ta shpjegova. Ta shpjegova pa, ja ta shpjegova. 20 vjeçarët ata të lidhur 2005. Po të thani një tjetër, ti nuk ke një njeri. Ka gabuar mos Sali Berisha me të, dakord jam, ka gabuar. Po si atë çfarë do të mua me arsyetimin që të rinjt nuk votojnë për të. Po të them një gjë tjetër, dëgjoj një sekondë, dëgjoj. Njerëzit shkojnë pas njerëzve. Se Rama kishte slogan, po s'kishte program, kurse PD-ja kishte program, po s'kishte slogan. S'kishte frym, do ta kuptosh këtë histori. Dhe lista është një gjë shumë e rëndësishme në një parti, në një forcë politike që shkon për të fituar zgjedhjet. Shumë e rëndësishme, sidomos në Shqipëri. Dhe nëse ti te kjo lista fut akoma njerëz të cilët përçmohen nga elektorati i ri, ose ka 20 vjet që tallen aty, sepse thjesht i kanë bërë fresk Sali Berishës te Mustafa Matohiti, e ke humbur davan. E treta, urdhëro të t'jap Elbasani meqense ke fiksim. Elbasani ka 7 bashki. Po si është e mundur në listën e mbyllur nuk ke as i ke të gjithë nga Elbasani. Pa kamër librash prej një historik belsh, Peqin. Ka aty ka njerëz. Ata kanë gabuar dhe do ta analizojnë. Po ti. Ore, mos thuaj trend. Ti nuk kupton trendin e votës, më trendin e votës. E di se puna vazhdo këtë drejtë. Sonte këtë drejtë. Jo gratës që përmendë Sokoli. Është e drejta që thot Koli. Edhe ato që thot Nardi janë të drejta, ka shumë të drejtë. Por trendi i votës, atë që Nardi nuk e thot, apo nuk e di pse s'do ta thotë, është tjetër gjë. Trendi i votës në Shqipëri ka qenë diktuar nga ajo që Koli e përmendi. Tha, puna, interesi, pragmatizmi, kredia e shtëpisë, nevoja për një punë, nevoja për çunë xhajës, sepse po thot Nardi, ajo që thot ai, unë i them bravo i qof Nardit që ka bërë gjetje. Është thjesht një vend pune për 5 vota. Shumë e saktë. Ata din gjithë. Problemi është që ky thot që patronazhisti është i lishëm. Pra, ai i thot patronazhistit, ju keni 4 veta ke shtëpia, votoni çik Partinë Socialiste dhe kontrollon në dorë. Do ta them mendimin. Okej, Nardi ka shumë të drejtë me argumentet dhe pretendimet që ngre. Është i shqetësuar, është i revoltuar. E kuptoj.
ka shumë të drejtë, si ai dhe shumë demokrat. Por Nardi do të kuptojë edhe një gjë dhe gjithë shqiptarët, që trendi i votës është diktuar nga një pragmatizëm i thellë personal i shumë njerëzve që janë hallë në Shqipëri. Ata që duan të mbijetojnë ndershmërisht, duan të mbijetojnë. Nëse është kjo shumë e rëndë, kështu është realiteti. Sepse unë do të them Nardi, të lutem, pse të rinjt shqiptar në universitete, të rinjt shqiptar të shkolluar, të emancipuar, pse nuk voton një sigël të re për treguar, demonstruar që ne jemi të rebeluar me sistemin dhe me partitë e vjetra? Pse këta të rinj nuk treguan një forcë, një frym të rebelohen, të dalin të tregojnë kauzën? Ajo që morën ato janë vota demokratësh të zhgënjur që herë nuk 2021 abstenuan, këtë herë ikën atje sepse nuk pranojnë ato që thotë Nardi leadershipin, është shumë e drejtë, nuk e pranojnë. Janë njerëz që mendojnë me kokën e tyre, janë njerëz të lirë, pra zgjollën të votonin këto partitë e reja, thanë më mirë këta se Ramën, por nuk pam një tendencë absolute të ndërtuar mbi idenë që ne do bëjmë revolucion. Nuk pam të rinj, nuk pam njerëz që të merrnin vota, sepse argumenti që jep Sokol Bregu kur thot në 2001 ka marrë më shumë në Grykun e Kallashit zoti Genspollu se këta sot, e mund argumentin e Nardit që thotë që ky leadership nuk bën e pretendimet. Pra, unë do të them, dua ta kuptojmë. Shoqëria është shumë e drejtë, është shumë e drejtë që thotë. Por ta kuptojmë, politika është forcë, politika është pushtet, politika është para, politika është dominancë në jetën e përditshme, askush nuk ta lëshon pushtetin, por merja, bëu alternativë. Të llogari bëjnë gjithë në Zotri, unë pres ikën, këta si ikin dhe vazhdon historia. Ore, Sali Berishës, nëse ti nuk i thot do të ikën, se nuk je askushi. Po s'po i thot njëri ikat ja. Askush. Ti nuk i thot do të reformo PD-n se dua unë. Statuti thotë shumë mirë. Unë s'kam drejt fare me i thon ikat ja. Jo, shumë mirë. Por sot te ka vendosur vet. Zotri, do të kuptojmë një gjë. Sali Berisha sot është në një situatë ku ai e di çfarë gjendje është. Por neve do të kuptojmë realitetin. Politika që përbën pushtet dhe para nuk ta lëshon kush vendin, bëu alternativë. Po si bëhet Sali Berisha 85 vjeç. Bëj foltore çdo kush që pretendon. Se 2029 është 85 vjeç. E largojmë dot në atë njerëz. Të thot tani. E largojmë dot, nuk e largojmë. Bëu foltore mor. Ervinin që keti mik dhe kam unë mik dhe shumë të tjerë, të dalin nesër, gazi, të dalin, unë kam punuar për gazin, e kam mbështetur fier. Të dalin të bëhet alternativë. Almer, se përmendesh domethënë Shënova. Frika një skizme po thua. Unë mendoj ka prodhuar këtë strategji për të mbajtur, le të themi, të bashkuar Partinë Demokratike. Unë mendoj që nuk do ketë skizm. Unë mendoj, por një tendencë që dikush, ore do të kuptojmë një gjë. Thon primi i fshehur i Ramës 10 mandate. E ke dëgjuar shprehjen që Rama ka 10+. Pse i ka? E di vetëm Rama dhe e din ata që kanë bërë kode dhe ta themi dhe publikisht. Për sa kohë në garë futen forcat e reja politike, Rama gëzon primin. Hiqi partitë e reja nga politika, PD-ja është 66 mandate, zotri. Po, ata këta ka fajin. Po e ke gabim, kjo është e vërteta. Është sekreti elektoral. Në qoftë se ty, një specialist, mos bëj shumë musim. Nëse specialist, në qoftë se do dalte skizma jote. Pra, në momentin që Rama sponsorizon partitë e reja, që ai të marrë këtë primin e fshehur, pra të marrë këto 10 mandate gratis, për sa kohë Rama e di që merret kështu, Rama mund të sponsorizojë dhe një tjetër. Edhe mund t'i thotë zotri, dil se më duhesh sot, hajtë bëj marrëveshjen 3 milion, 5 milion, 6 milion dhe mund ta bëj. Por sot, sepse nuk e kuptoj dashen, e keni dali be që e dini të vërtetën dhe shkuan bën dole kundër Sali Berishës. Mund të jetë parimor, mund të kenë të drejtë, por e dini që fati i tyre politik ishte ky që sot. Ishte qesharak, nga 50 nga 100 vota. Bën ata që bën. Jo, mos barat. Për sa kohë, partitë e reja japin 10 mandate Ramës, Rama do sponsorizoj dhe ty të bësh partinë liberal. Elena Kocaqi. Ku i gjeti? Ore më gjeti tani. Ore do kur do argumenta po do të flasë zotri. Ku i gjeti? Elena Kocaqi votat që u regjistruam. Ore, u regjistruan në zgjedhje Partia Dheu, o të vras duhesh duart në kokë. Po na çmend tani. Partia Dheu, ku i gjeti njerëzit më? Avokat. Tani, meqense ta për çështjen domethënë të primit. Në dëgjoj. Primin në 3 korrik 2024 ja ka dhënë me dorën e vet Sali Berisha. Ka bërë gabim. Ky s'është në rregull. Ka bërë gabim, do të kujton që unë fajtohem. Ka bërë gabim. Mund të çuditë po ta them, ka bërë gabim. Ai do ndaloj sonda bursa, nuk e kuptoj. Jo, ai po jep argument, po. Po gjoj se ja pranoj, ka bërë gabim, po ta them. Nuk e mbroj. Okej, vazhdo. Ta mbaroj. Në 3 korrik 2024 primin ja ka dhënë me dorën e vet me ndërgjegje të plot Sali Berisha Edi Ramës.
Tani nëse ka njëri në këtë Shqipërinë tonë dhe përtej kësaj që mendon se Sali Berisha është naiv dhe dikush ja futi, pastaj që keni budallën të gjithë pastaj ne. Një. E dyta, ai prim ishte pazari për vulën e PD-s. E kam thënë 1 herë, 10 herë, 100 herë do ta them. S'kem Po më e tha shumë se thua është deduksion, po s'kemi prova. Po çam thret tu moti? Po, dakor, deduksion. Po. Ishte pazari i 10 qershori 2024 dhe më pastaj erdhi ky primi i fshehur, po prim është i deklaruar. Dhe tani dele me idenë domethënë që kodin e firmos Oerdi me Sali Berishën dhe Damiani me Edi Ramën dhe nga ana tjetër Bëkander Tik Lapajt apo Endri Shabanit, pas kanë këta fajin që bëjnë parti të vogla. Ora jeni interesi? Po të me një tjetër, ne kishim një kod të keq në 2021-shin. Po këta e përkeqësuan se minimalisht nga Nishi dhe të 37-at në Tiranë të gjithë futeshin në bazë të se kush ishte i pari, kush ishte i 20, po të gjithë kërkonin vota. Kurse ti në 2024 në mbyllë fare mo. Ti the nga Nishi te 12 rrini shkoni bëni plazh. Kush doli më në Tiranë përveç Belind Klliçit që të bënte fushat të PD-ja? I vetmi Belind Klliçi nga lista e 12-shës. Po se ishte drejtues i qarkut. Po, ishte drejtues. Të gjithë të tjerët ishin plazh valla. Po dhe ai e bur para 2 vjetësh humbi dhe thellë. Nuk ka rëndësi mon vëllai. Mi morën, hajde edhe një herë. Sill edhe për bashkim mas 2 vjetësh, sill edhe për. Nuk ka rëndësi ajo, po them gjë tjetër. Po të them që ti e kishe kodin e keq dhe ti vajte firmose një kod akoma më të keq. Kush është faji këtu? Kujta e faji. Tu tash përgjigjet Almeri. Po s'ka çfarë përgjigjet. Edhe i argument. Jo, do të lë kohën ti me Kolit. Po, jo, po para se Sokol, nëse do të bësh një koment për këtë, je i mirëpritur, po. Jo, shiko, mbi për avokatin nuk do doja të bëja komente, ai ka mendimin e tij, duke qenë se është edhe avokati në natyrën e tij është i djathtë, nuk mund të jetë kurrë maj, ka shqetësimet e tij absolutisht. Nuk është se ka ndonjë, domethënë me sa kuptoj, është një shqetësim ndaj leadershipit të Partisë Demokratike. Ai ka një qasje ndryshe që dikush tjetër mund ta bëjë. Unë kam qasjen që dikush tjetër kishim lul bashën edhe dhe bëri më mirë se PD, se Berisha. Po jo, më mirë në kushtet në të cilat është, nuk e bëri në votat janë aty, po s'do si lexosh problem pastaj. Domethënë shiko, lul basha për vete, po të jetë për atë. Unë s'jam për Lulzim Bashën që të kuptojmë, po thjesht po e marr si kush e drejtonte PD, Luli apo Berisha, burr. Ndaj mendjen se njëherë thuaj që ishte Berisha, mbante Lulin. Se do të ndash, fiton Luli apo fiton kush e fitoi? Ore, 2021 kush i mori edhe 600.000 vota? Ta ja përgjigje. Po ta ja përgjigje. Ja lan fjalën. Po ja lan, po vetëm ti ja përgjigje për këtë. Mund të nga 12 dhjetori 1991 PD-n një 3 muaj e ka drejtuar Zem Hajdari dhe pastaj pas atyre 3 muajve aty ka qenë SHPK e Sali Berisha. Po 2021 600.000 vota ka marr Berisha. E po 2021 ka marr Berisha. Po pra, nëse i ka marr 2021, sot 2025-ën me Ramën që ka 12 vite në pushtet dhe ka gjysmën e qeverisë aty, mori 120.000 vota më pak. Dhe me Spakun që po vazhdo tani. Çfarë Spaku jo, ishte? Spakun që mbajti të burgosur në balkon Sali Berishën. Dhe Erion Velia që ka i lirë metën sot. Dhe Erion Velia një makineri votash në Tiranë ka në burg. Po. Mos e harro edhe këto. Po do ishte një makineri votash kundra Ramës, se kishte filluar përçarja. Po. Vetëm opozita në këtë vend festoi. Po kjo ishte Spak i shërbeu gjatë gjithë kohës në vitin e fundit i mandatit 4 të Edi Ramës. Përfshirë këtu. Po jo, nuk është e fortë. Përfshirë këtu edhe hetimet për manipulimin e votës. Ç'pun kishte Spak të dilte që ne do bëjmë çudin? Ku i ka çudira tani? Ç'pun kishte Spak të ngatrohej në këtë çështje politike? Duhet të rrinte më njanë dhe të thoshte, kush ka një denoncim le të vi? Se mori kështu, po shpërndajmë edhe i nxori kudo, po shpërndajmë kaq prokuror do bëjmë nami në ç'a nami bëri? Velia Për Velia ishte kundërshtari më kryesor, ta kam thonë 7 herë në emision se u buna qesharak me këtë batut. Më thonë njerëzit, mos e thuaj më, 7 herë kam thonë në emision tënd. Velia ishte armiku kryesor i Edi Ramës në këtë zgjedhje. Prandaj përfundoi në burg. Nëse kishte një njeri që cënonte pushtetin e Edi Ramës, ishte Erion Veliaj. Sepse po kërkonte një grup parlamentar brenda. E kishte të vogël në zgjedhjet e kaluar. E kishte vetëm 6 deputet. Dhe këtë radhë po kërkonte një grup parlamentar me më shumë se 10 deputet. Ku vajten
të gjithë kandidatët e preferuar të Erion Veliajt. Vetëm Fatmiria doli. Ja, Fatmiria doli se është e keqja. I duhet Edi Ramës për tjetër arsye. Fatmiri ka votat e veta sepse Fatmiri është socialist. Fatmiri nuk është rilindas. Socialistët e vjetër, ata që votojnë, do e votonin Fatmirin dhe do vazhdojnë, nuk ka qenë votat e Erion Veliajt ato të Fatmirit. Votat e Erion Veliajt kanë qenë këto me Toni Gogu e me kompani. Ato të Fatmir Xhava është i vetmi përfshirë këtu dhe Erion Braçën, këta dy kanë mbet nga organizata Partia Socialiste. Të gjithë të tjerët janë çka ka gjetë Rama në rrugë, çuni filanit, goca filanit, janë Bora me kompani. Qatë GDP dhe bëjnë, më meri qik nusën e qumë, merë këtë, merë atët, dhe më kjo është një mishmash i madh. Dhe atit i pëlqen ignoranca e njerëzve, për drejtuar, se nëse jemi të shqetësuar, unë një pyetje kur thuhet, nuk shqetësohem pse ka pushtetin Edi Rama dhe nuk e ka Sali Berisha. Unë shqetësohem se pikërisht ky pushtet po ja vështirësoni edhe në shqiptarëve. Duke vendosur gjithmonë e më shumë njerëz pa integritet në drejtimin e vendit, njerëz të cilët kanë në bazën e tyre kanë ignorancën dhe përfshirjen në më së shumti në rrjetet sociale. Domethënë, nuk mund të kem unë, se jam një burrë dhe nuk mund të ketë një burrë, nuk mund të ketë vlerësime ndaj gruas siç mund të ketë Zeqin Heja. Por tani nuk e kuptojmë fare mirë që nuk mund të jetë pjesë e parlamentit. Dhe nga mënyra se si flet. Aty ke pasur kërpëratën, Zeqin Heja është hyrë para se kërpërata i ngeci, po prandaj Lul Basha doli atje ku doli. Dhe Arlind Qorri me 2 durë në xhepa e mori një mandat dhe Lul Basha me 20 vjet karrierë politike me nuk mori dot një mandat. Turpi i tij, ja ky është lideri politik. Nëse ka njëri të përkëdhelur nga ndërkombëtarët, ai ambasadori amerikan s'ka folur më hapur kurse Lul Basha. I tha Ramës duhet ketë ndryshim në bashki. Edhe duhet ishte patjetër Lul Basha kryetar bashkie. Një njeri kaq i dashuruar nga amerikanët për çdo gjë, një yll në ngritje thoshin ata. Fitoi ai me 11 vota çarën si e ka hodhën sa vota atje tek Kutia, thanë do numërohen dhe këto e procesuan amerikanët. Mbërtiti Rama, nuk i duhej njeriu fare, sepse kishin vendosur që Lulzim Basha do ishte kryetari i bashkisë. Edhe jo dhe bashkinë. Do bëhej kryeministër, edhe ato zgjedhje, se ato ishin vendimtare dhe ato i prishi. Pse kush e pranoi të ishte dorë nga koalicionet? Berisha. Tani, po nuk e di, Lul Basha firmosi. Kur duam ja vëm Bashës ne. Kur s'duam? Kur s'duam? Kundërta që ka ndodhur në fakt. Ka qenë e anuloi Rama në 30 korrik këtë, po gjithsesi. Nëse. Logjika. Jo, kjo është ajo që nuk më pëlqeu, po ç'pun kishte spaku të ndërhynte midis dy palëve. Kam thënë shpesh herë, ta nuk e kuptojnë fjalën demokraci. Po jo i bie. A ndihet mirë sot Dumani që nuk bëri asgjë për këtë zgjedhje. Edhe bën sikur ndihet mirë se ka Erion Veliajn në burg, po ç'më intereson mua? Ja, po bëhet gati Blendi Gonçe që voton me qenë. Ku është ndryshimi midis të dyve? Zgjedhjet zgjedhjet. Nisur nga kjo. Po zgjedhjet nuk më. Opozita nuk ka faj sokol. Po jam mbushur me këto prallat, arrestohet filani që groposi gjithë Kolumbin, Finlandën me drogë, me ato prallat që ka media shqiptare. Thelbi është demokracia. Thelbi është liria. Pse do ta merrte rolin më zotëri? Unë kam shprehur dyshimet që në fillim, ç'pun kishe me marr rolin? Pse duhet ishte ti arbitri i zgjedhjeve? Atëherë nuk kishe punë. Ka faj sokol. Po s'ka faj opozita në këtë rast. Spaku në mënyrën se si po thua ti, domethënë ka qenë një instrument që ka pa lëvizur nga vendi. Kaq. Më sqaro 2 gjëra se janë bërë aq bajate dhe aq të që nuk ja vlen më të diskutohen. Pse Alkend Balla, i cili u tha gjatë gjithë kohës, ky do dali më i votuar i Durrës, doli më i votuar i Durrës. Dhe a kishte, siç thon, Spaku duhet t'japi përgjigje. A kishte pojën në përgjigje?
A kishte edhe vitin e punës. Po ka ndikim apo jo? Por tani ka rënë pesha ti kthej përgjigje. Duhet thot, Duhet ishte të apo jo? jap një përgjigje. Po duhet ta japi përgjigje. A e more garancin?